Qytetarët shqiptar kanë 34 ditë kohë në dispozicion për të aplikuar për Llotarinë Amerikane 2018. Në një intervistë ekskluzive, konsulli amerikan në Tiranë, Benjamin Hesprik, shpjegoi për Ora News se fotografia me syze dhe më e vjetër se 6 muaj, por dhe arsimi mese me kohë të pjesshme ju skualifikojnë automatikisht. Personat e interesuar të futen në faqen tonë të internetit dhe të lexojnë nëse ata janë të kualifikueshëm ose jo. Ju keni nevojë për fotografinë e re në këtë vit, edhe ju lutem në fotografinë e re hiqni syze. Fotografia tjetë e kohëve të fundit, mos përdorni fotografinë që përdorët vitin e shkuar nëse keni aplikuar vitin që kaloi, pasi këta janë faktorë që ju skualifikojnë. Në momentin kur aplikon, programi nuk të jep mundësinë që ti ta verifikosh se cilën fotografi ke vendosur. Kështu që do sugjeronim që para se të ngarkohet fotografia, ti vendosni emrin e personit që po aplikon dhe pastaj të ngarkohet. Nuk ka një kriter moshe për të aplikuar. Nëse janë 2 bashkëshort, secili prej tyre ka të drejtën ta hedh si aplikanti kryesor. Duhet të përfshi bashkëshorten e tij dhe të gjithë fëmijët biologjik të birësuar, thjeshtër, të cilët banojnë ose jo me ta, nën 21 vjeç dhe të pamartuar. Bani mend që ju keni nevojë për një diplomë nga shkolla e mesme për kohë të plotë të krahasueshme me një diplomë amerikane. Para nisjes së aplikimeve, konsullata amerikane theksoi se SBA nuk ofron asnjë asistencë për aplikantët fitues. Personat e interesuar nuk mund të presin që shteti amerikan t'ju sigurojë shtëpi, pra ju duhet ta siguroni vetë këtë. Për të regjistruar për Llotarinë Amerikane është absolutisht falas, mos pagoni për këtë. Vetëm aplikoni në dvlottery.state.gov. Siç mësohet nga burimet zyrtare të Departamentit të Shtetit, çdo vit 14 milionë e gjysmë qytetarë nga gjithë bota synojnë në ëndrrën amerikane duke hedhur llotarinë. Shqipëria duket se thyen rekorde aplikimesh duke pasur parasysh numrin e popullsisë. Në renditjen e vendeve europiane është e katërta pas Ukrainës, Rusisë dhe Turqisë, si dhe e para në rajon me 198.625 aplikime. Nga e marta e 4 tetorit, shërbim ndihme për qytetarët e interesuar ofrohet edhe nëpër kancelari, por zyrtarët e ambasadës tërheqin vëmendjen se për aplikimin nuk kërkohet asnjë pagesë dhe se duhet të jenë të kujdesshëm ndaj abuzuesve të mundshëm.